Vetëm 13 ditë nga marrja e vendimit për statusin e kandidatit. 13 ditë të vështira për autoritetet shqiptare pasi aktualisht ka të paktën 4 shtete anëtare të rëndësishme që nuk i thonë po statusit. Gjermania, Holanda, Danimarka, por edhe Mbretëria e Madhe. Lëkundja e kësaj të fundit duket madje pabesueshme, po të mendosh angazhimin personal që Tony Blair ka marrë për këshillimin e qeverisë Rama. Gjatë takimit të radhës, miqtë e Europës në Bruksel, asnjë s'mohon pikpyetjen që ekziston mbi statusin e kandidatit. Ministri i Jashtëm slovak ka nënvizuar se i takon qeverisë shqiptare që të bindë edhe në këto ditë të fundit. What's important for Albania now is to use this time Ajo që është e rëndësishme për Shqipërinë tani është që të shfrytëzoj këtë kohë që nga dita e sotme deri në Këshillin e Ministrave të dhjetorit për të prezantuar sa më shumë rezultate që të jetë e mundur. Të gjitha kanë vërejtur ndryshimin pozitiv të klimës, duke filluar me zgjedhjet, tranzicioni i pushtetit, hapat e reja të marra nga qeveria, por s'ka vend për vetë kënaqësi. Unë jam optimist dhe ju e dini që Slovakia e mbështet statusin e kandidatit dhe mendoj se mund të arrihet, por ju duhet të bindni ata që kanë nevojë që të binden. Edhe bashkëraportuesja për rezolutën për Shqipërinë flet vetëm për mbështetjen e parlamentit për statusin e kandidatit, duke reflektuar pasigurinë e qartë që ekziston në gjirin e shteteve anëtare. Rezolutat e parlamentit kanë gjithnjë impakt. Ne mbështesim Shqipërinë dhe ndaj po votojmë para samitit evropian, por s'mund të them kursesi se çdo të bëjnë shtetet anëtare. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, preferon të mos flasë për mungesën e unanimitetit që ekziston në Këshillin e Ministrave lidhur me statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Unë do të refuzoja që t'i ndaja shtetet anëtare në shtetet impresionuara dhe në shtetet jo të impresionuara. Shtetet anëtare, siç e dim, duhet marrë një vendim politik, kur është fjala për statusin e vendit kandidat, dhe vendimi do të merret me datën 17. Deri në atë moment, ne po punojmë me Komisionin Evropian dhe me të gjitha vendet anëtare për të siguruar që rekomandimi i Komisionit Evropian, i cili është i qartë për të akorduar Shqipërisë statusin e vendit kandidat, do të miratohet unanimisht nga vendet anëtare të BE-s. Lidhur me luftën kundër korrupsionit në drejtësi apo në ekzekutiv, Bushati deklaron se qeveria e re ka një qasje të re etike. Ne kemi një agenda ambicioze për sa i përket reformave në fushën e sundimit të drejtës. Sana Derizimi ka qenë një ndër temat e mia të preferuara kur kam qenë në opozitë dhe besoj që ne do t'japim shembuj konkret që qeverisja e re ka një qasje etike të ndryshme ndaj rasteve të korrupsionit apo ndaj rasteve të pretenduara për abuzimin me detyrën. Qoftë kjo brenda radhëve të ekzekutivit, qoftë kjo brenda radhëve të pushtetit vendor, apo në radhët e drejtësisë. Është e rëndësishme që ne e njohim si fenomen, nuk e fshehim që drejtësia sot është në ditët e saj më të vështira dhe po punojmë me Komisionin Evropian, me Komisionin e Venecias për të ndërmarrë një reformë të plotë dhe solide. Mbetet për të parë se ç'mund të bëjë diplomacia shqiptare deri në 17 dhjetor, ditën kur ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të vendosin nëse do t'i thonë po apo jo statusit të kandidatit për Shqipërinë.